Faleminderit shumë, mirëmbrëma Diber, I dashur Arben, të nderuar ministra, deputet, funksionar, drejtor, aktivist e qytetar të Dibrës. Jam I lumtur që prapë po takohemi në Dibrën e fisnikut e të afrimit dhe kësaj radhe, po më duket se po e ndjejmë aq më shumë aromën e fitores, e cila deri të dielën më duket se po vulloset qysh në raundin e parë. Kur vim në Dibër, ku mund të themi se Dibrën e ka të hendikepuar gjeografia, por e ka bërë të lavdishme historia, çdo kush nga ne është mjaft I kujdesshëm në fjalët që I thot, siç e tha edhe miku im Rufati, për shkak se peshorja e fjalëve në Dibër është një peshore e artarit e jo një peshore e pazarit. Andaj, derisa flasim në vendin ku janë zhvilluar betejat e Skenderbeut, në vendin Taxhibebi të Dibrës, e Said Najdenit, e Taki Sharofit, e Tavës Sherif Langut, e Telezi Sufit, e Shemsi Tatibit, jam shumë I nderuar, por edhe I kujdesshëm në fjalët që I them sonte. Më duhet të theksoj se vleni në këto zgjedhje vërtet vjen duke mos bërë zhurmë e duke mos u krekosur, por nuk mund mos I theksojmë punët që I kemi bërë. Janë fjalë bosha ato që u than këtu mbrëm se ata nuk merren me çështjet kanalizimeve, por merren me çështjet mëdha. Nuk ka problem. Vleni merret me çështjet të kanalizimeve, vleni merret me çështjet e ujit pishëm, vleni merret me çështjet e shkollave, vleni merret me çështjet e çerdheve, vleni merret me asfaltet, vleni vjen e bën pastaj këtë drejtimin e rrugës e cila parës I kishte dritat e djegura, nuk ka problem, ata I lëmë të merren me çështjet e mëdha, sa ashtu do të përfundojnë listat e zeza edhe si parti edhe si figura të politikës. Ajo që më duhet ta theksoj është që vleni në këto zgjedhje po vjen me kapital real politik. Ne kemi 15 muaj qeverisje dhe nuk kemi asnjë aferë të korrupsionit. Zëvendës kryeministri I parë I yni nuk është listën e zezë amerikane, nuk është I përdjekur e nuk fshihet në përvendet fqinj apo nuk dikun, nuk ka asnjë dosje të gjykatave që e presin shkup, andaj ky është bagazhi me cilin vim ne. Ne nuk jemi të korruptuar. Vleni vjen në këto zgjedhje me kapitalin e të 3 ligjeve të miratuara që kishin pritur për vite e dekada të tëra. Njëri nga ato është ai që e përmendi zëvendës kryeministri Arben Fetaj, ligji për përfaqësimin e drejtë e adekuat, një dispozitë marrëveshjes sori që nuk ishte miratuar 2 dekada. Vleni e bëri ligjin për akreditimin të medresesit Sabeu, vleni e bëri ligjin për ndalimin të kazinove, e ta presim për të përfundojë zonë. Vleni e qeveria jonë bëri rritjen e pensioneve për 5.000 denar dhe kjo rritje vazhdon edhe vitin tjetër. Vleni e qeveria që participojmë ne I rriti rrogat e arsimtarëve për 7% dhe kjo rritje vazhdon edhe në 4 vitet e ardhshme. Vleni e zgjidhja çështjen e shkollës Çashkës, zëvendës ministrit ton të arsimit dhe sot askush nuk e përmend edhe pse ishte çështje e përditshme e qeverisë në kohën që ishte kryeministër Talat Xhaferi. Vleni e zgjidhi çështjen e shkollës së Nerovës që u çun këmbë gjithë se po e rënojnë shkollën. Vleni I ndan të 40 milion euro për ndërtimin e Universitetit Nën Tereza në Shkup. Fal punës son u punësuan 2300 shqiptar të ri dhe u avancuan 700 të tjerë. Në proceset sipër jemi për
ta bërë pikën e Bllatës, one stop shop. Atë ditë që ishim Dibrës bashku edhe me kryeministrin e folëm, pjesa e punëve të Maqedonisë është e përfunduar, e pjesë e presim edhe palën e vëllezërve shqiptar që edhe në këtë kufi të vendoset sistemi one stop shop. Kur i përmendim këto, kemi të domosdoshmë të pyesim me çfarë duan të krahasohen ata. A duan të krahasohen me investime që kemi bërë në arsim? A duan të krahasohen me investime që kemi bërë në komuna? A duan të krahasohen me ligjet që i kemi bërë? Me çfarë duan të krahasohen? Andaj, në qoftë se këtë shprehim me një formulim tjetër, i bie që vleni flet me statistikë, ata flasin me folklor. Ne flasim me arkitekturë, inxhinieri, ata flasin për zoologji. Ne flasim për arsim, ata flasin për simbolik. Ne flasim për politika lokale, ata përtasin për gjëra të mëdha kombëtare. Ne flasim për shëndetësi, ata flasim për duhan. Andaj nuk mundemi ne të krahasohemi për shkak se ne jemi asimetrik. Nuk kemi fushat krahasimit. Andaj ata nuk në kohën që vinë këtu, për shkak se e kanë lënë, edhe Dibra në këtë gjendje çfarë e kanë lënë, nuk mund të flasin për çështje lokale dhe prandaj u ikin këtyre temave që ata i quajnë të vogla, si puna ujësjellësit e punët kanalizimit e të tjera. Për atë se kush janë në këtë garë zgjedhore, më duket se tashmë në Dibër është shumë e qartë. Unë nuk jam këtu që ta shaj asnjërin nga kundër kandidatët e Fisnikut, ju ata i njihni shumë më mirë se gjithë ne, edhe ne që vim nga jashtë nuk dëshirojmë që të lëmë fjalë të këqija për ata, por jam i sigurt që Fisniku nuk ka dalë në këtë garë as që ta shpëtoj karrierën politike të ndonjë politikani të vlenit, as nuk ka dalë për shkak se ka pasur inat me dikë. Fisniku është në këtë garë zgjedhore ekskluzivisht dhe enkas për të mirën e dibranëve dhe për të mirën e qytetit të Dibrës. E dëgjova se mbrëm më pas kanë apostrofuar se gjoja unë në mbështes në komunë të Butelit një kandidat vëmëros për shkak se të dielën ishim në fshatin Lubotem për t'i përuruar punimet e ujësjellësit atje. Po dua t'i drejtohem zotit Zjadin Sela, se ai e pas ka bërë këtë çështje, ta pyes a e di ai se shefi i grupit parlamentar të atij i ka nënshkruar 5 milion euro për mbrojtjen e Tarçullovskit. A Vleni i ka dërguar 2 milion euro për ujin e pishëm fshatin Lubotem. Zjadin, shkruaje këtë. Andaj, duke gjykuar se politika është një veprimtari fisnike që nuk bëhet për inat, unë duhet të them se vetëm Fisniku është premier, gjithçka tjetër e keni repris. Andaj, ju kisha lutur që më 19 tetor të gjithë dibranët e Dibrës këtu, të fshatrave të rrethit të Dibrës, të Mërgatës të Dibrane, të vini e të votoni Fisnikun e afrimin, për shkak se jam i bindur se kjo është rruga e vetme që jo vetëm që e fisnikëron Dibrën, por që edhe e zhvillon Dibrën dhe që e kthen Dibrën prej një periferie në një epicentër që i lidh të dy shtete dhe që i bashkon shumë zemra. Ju faleminderit e suksese Fisnik. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa